Ti kam ndaj të Sot mua hipokrite çfarë më ka thënë? Më ka thënë dhe mua gjithë. Mua çfarë më ka thënë? Oportuniste, poshtër, jere dresh. Jo është bërë gjesti me pas frikë për të, jo me pas frikë për ty. Me thënë ca, a i kur e kalon i qatot për balë, se mbas krave. Shikmeshëm. Një pyetje kam unë. Ti E ka të keq atë nervin e se ti patet këtë gjë që kalove nga ishe mirë me ne, edhe kalove direkt që të ishe kunda gjithë shtëpisë. Të çoj ai apo ishte diçka që të lindi ty, apo ishte strategjia jotja? Jo, ishte çështja që E më mend që pati një atë kthimin ndanja. Që pati komplet atë kthimin e di që ku nisi e Jodja gjitha. i perde në sy, siç ja kam po thënë si çfarë ka thënë? Jo, nuk është vetëm kjo. E gjitha ka nisur që nga një dita e tretë, e katërta, ndoshta gjestit këtu, që unë po gatuaja. Edhe i bëra edhe ati për të ngrënë, kërkoj për të ngrënë dhe i bëra për të ngrënë, ishte banor e ri. Kishte ato gjërat e veta me pjesën tjetër. Shpisë nuk doja të isha një më tepër që sillej keq me të. Kupton? Kërkoj bukë, i bëra. Më vjen xhibani dhe më thotë, po ti për çfarë po sillesh mirë me këtë? Po ti dhe asnjë nuk më tregon dot mua se si cille me njerëzit këtu. Është puna ime dhe përgjegjësia ime. Nëse unë dal keq, dalun nga shtëpia. A kupton? Po kur tjetri më kërkon, më bëj dhe mua, unë do t'i bëj, kushto që tjerë. Si që kam bërë dhe Xhibanit, i kam bërë Albës, i kam bërë gjithve. Dhe nuk më pëlqeu dhe jam kthyer Xhibanit dhe i kam thënë, të lutem, është tjetër hera e fundit që më tregon se me këtë qëndroj. Tu nuk po të të shqetësoj me këtë gjë. As po të ofendoj ty, as po të shaj ty, as po të mërzis ty, as po të përgjumin ty. Unë po kaloj kohë. Po i bëj për të ngrënë, po ku di unë se çfarë po bëja në atë moment. Mos i fut më hundë ditash në këto gjëra se nuk të takon. Se me kë qëndroj unë. Okej, të nesërmen. Unë isha me gjestin, vjen Xhibani dhe thotë prapë po të njëjtën gjë. Dhe aty më ngritën nervat, është ja, ke pak respekt. Kur tjetri thotë mos i fut hundë. Ç'po ke ti? Ç'po bëj unë? Se unë si kisha thënë njërë Xhibanit mos ri me këtë, mos ri me atë. Pas e mbas ati, qek kjo punë. Që edhe ai ishte. Shikoj ato shikime, ato llafe, jo, shipe si po rrishve, që po bën. I kuptoja gjë. Pastaj një tjetër, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër. Dhe pastaj kur gjëja kaloi dhe unë mund të isha dhe duke gabuar, unë e dija që ndoshta po bëja gabim. Po isha përfshirë shumë emocionalisht, sa nuk po më interesonte më se si po dilja unë. Për mua më rëndësishte që ai mos dëmtohej. Ai mos dilte keq. Ai mos mërzitej.